Okej, mua tani më duket sikur bëra muzikë. Në qeshur ishte erdhe. Mirë se u gjeta. Shumë kënaqësi që do të kem, fakt njemi personalisht edhe më parë, po më në fund dhe një intervistë. Po pra, nuk na kishte rënë rasti deri tani. Unë do ta nis nga fillimet e tua në muzikë. Mos gaboj që në moshën 4 vjeçare ti ke marrë mësimet e para për piano. Apo? Ku e diti? Po, që 4 vjeç kam filluar me pianon edhe pastaj pasuan. Fakt, dashuria ime e parë ka qenë bateria dhe vazhdon të jetë një nga instrumentet e preferuara që unë i bi gjithmonë me shumë qejf. Edhe më pas piano ishte në shtëpi, s'kisha kudo që shkoja kishte instrumente gjëra. Ishte babja që të mësonte? Jo. Kam shkuar vetë. Si me thënë ti bi, kam filluar vetë të riprodhoj kështu melodi gjëra që dëgjoja. Po jo që moshën 4 vjeçare. Më herët, 3, diçka e tillë. Pastaj kur e panë që ishte një talent kështu. Që mund të bëja diçka te kjo gjë, pastaj u futa me një mësuese që filloi të më fuste në vija. Po ta ka induktuar një çik ndoshta babi këtë pjesën e muzikës, e pasionit që ka qenë vetë nëpër shtëpi, domethënë kudo ka pas muzikë, ka pas instrumenta, ka pas gjëra dhe kudo që të shkoja u rrifja me diçka muzikore, qoftë magnetofon, qoftë kitar, qoftë piano. Po ka qenë fëmijëri e bukur kam përshtypjen. Po, asnjëherë s'm ka pëlqyer pjesa që studija për piano. Pse? Edhe nuk e di. Nuk të pëlqen piano? Nuk ka qenë asnjëherë instrumenti im, domethënë gjithmonë jam ndjerë si distancuar ndryshe me kitarën që ditën e parë që e kapa dashuri me prekje të parë. Me prekje të parë. Apo me instrumentat e tjerë, por që sigurisht e bukur pa. I rrethuar kështu. Ti je djali vetëm, mos gaboj? Kam motër. Ke një motër. Më të madhe, më të vogël? Më të madhe, është 6 vjetë të ca më madhe. Dhe ka lidhje me muzikën? Është pianiste dhe është pianiste kështu for real, domethënë pianiste. Jo si unë. Jo si ti që kur i ke lënë mësimet e pianos apo akoma? Jo, në fakt 12 vite në licej kam bërë për piano. Pastaj hoqe dorë përfundimisht? Edhe studioj për kompozicion, do s'do piano më rrethon se edhe kur bëjmë live, edhe kur jemi në studio, edhe kur shkruaj për shkollën, do s'do më duhet piano her pas here. Por nuk është se studioj më, apo ta kem kështu pjesë të rëndësishme të ditës. Në fakt ti në moshën 12 vjeçare, edhe këtë në mos gaboj, ke filluar mësimet e para të kitarës me vullnetin tënd. Ishin një vetë mësim që... Kam blerë një kitarë të një dyqan ushqimar, po, ishte 30.000 lekë vjetra. Dhe isha kështu pse bën kaq që s'kisha prek kur kitarë me. Të duk shumë apo pak? Jo, e dija që s'bënin aq. Edhe ishte një kitarë koti dhe thjesht i thash të ma blinin ato të shtëpisë normalisht e vetë. Edhe e mora dhe mësova çdo gjë aty te ajo kitarë keq, kështu edhe pastaj kur mora një kitarë tamam, çdo që mu duke lehtë dhe kështu sepse ajo ishte shumë e keqe. E kam akoma. E nisë nga zhëja, domethënë për të ardhur. E nisë nga zhëja, ajo ishte shumë e keqe me tela të këqija, me tastier, çdo gjë nuk ishte e mirë. Edhe pastaj kur kapa kitara tjera, çdo gjë mu dukte thjesht edhe kollaj, edhe e kam mësuar vetë, shkova një herë në kurs. Gjëja parë që më tha, çoj dorën kështu, bëj këtë kështu, që të më merrja atë impostimin klasik dhe nuk shkova më kurrë, se u trëmba shumë. Të duke vështirë ta mësoje kështu? Jo, s'doja në fakt atë gjë nga kitare, nuk doja të mësoja klasike dhe kështu. Edhe e vazhdova vetë. Nëse jo në muzikë, mendon veten që mund të ishe në ndonjë fushë tjetër? Kam qenë 10 vite në futboll edhe ka qenë dashuria ime më e madhe ndonjëherë, më shumë se muzika, më shumë se çdo gjë. Jo, vërtet? Po mungesa kushteve, mungesa e iniciativës jo vetëm time, po të gjithë grupit të njerëzve që ishin aty dhe asnjë shtys nga askush edhe thjesht e lash. Si duket e kishin ndarë mendjen që ti o në muzikë, o Po pra, se di, por që mirë. Familjarisht me sa duket pasi dhe motra me sa më the. Po, jo, familjarisht gjithmonë të muzika kemi qenë. Po, marrëdhënie që ke patur me babain, unë mbaj mend për shembull që te kethet kur i pyeste Adi Krasta të gjithë ata kandidatët, kë ke më tepër frikë nga gjykimi, ishte gjithmonë Alfred Kaçinari. Edhe unë nga televizori atë kisha më shumë frikë se të gjithë.
Në fakt edhe unë në këto diskutimet familjare që njeriu vetvetiu e vë veten në personin ati që është në televizor, gjithmonë mendoja që nëse do mbinte dita do kisha shumë frikë nga gjykimi i Fredit. Ti çfarë marrëdhënie ke pas me babin? Kjo pjesa e gjykimit sigurisht e ka qenë shumë si më thënë i palëkundur nga asnjë nga anësorët, nga efektet anësore, le të themi, apo nga marrëdhëniet që ai ka pas, si më thënë, kur ka qenë diçka që s'bën për atë s'ka bërë, si ta kesh baba, si ta kesh. Po. Edhe kjo më ka bërë mirë në fakt edhe mua që nuk mbaj më, si më thënë, le të themi anë, kupton, kur flasim profesionalisht edhe kështu. Pas nga anët e tjera, pjesa, po të heqim muzikën, pjesa tjetër nuk është ashtu, siç është duket. Është njëri i butë? Por gjithmonë debatet tona dhe gjërat gjithmonë kanë qenë lidhje me muzikën dhe në lidhje me anën e profesionit, le të themi, punët në studio dhe asnjëri, sepse të dy vazhdojmë, do të thënë ai vazhdon vetëm në timen, bëjmë një debat, po prap asnjëri nuk bie dakord me tjetrin, do vazhdojmë ashtu. Por që duhen këto sepse normalisht mëson, shkëmbet në eksperjenca, gjëra. Marrëdhënie më të mirë me mamin apo me babin e ke? Apo nuk të gjen asnjëherë shtëpia në shtëpi dhe gjergjë gjithmonë që del që bën. Jo, jam për shkak të punëve dhe gjërave. Ka lëvizje kështu, por që me mamin kam kaluar më shumë kohë, le të themi. Sigurisht edhe me babin, po mami ka ja, më s'ka gjës. Edhe me babin si me thëmë më shumë nga ka lidhë pjesa e punës, gjërave në studio, kur unë fillova të merja me studio, në kështu, edhe fillum të kalonin më shumë kohë bashkë. Ndërsa me mami më shumë gjatë ditës e kështu, edhe babi ka qenë me punët e veta gjëra dhe rria edhe në shtëpi edhe në shkollë, kam qenë se mami im është në lice, që edhe... E po thashëm, familjarisht artist. Po. Ta mbash aty ato kitare? Apo ta mbaj këtu? Ta mbash ku duar, se ne jemi në transmetim tani. Okej. E ka në zakon që bëjmë të çdo të ftuar, nuk e di se jemi rikthyer tek unë. Dhe dua të pyes një çik edhe për pjesën se si ti e kompozon muzikën. Si funksionon gjithë ky proces? Për mua apo në përgjithësi? Se në përgjithësi nuk e di, por se di, unë zakonisht mua më funksionon jo me frymëzim dhe jo me kështu, po thjesht kur e ndaj mendjen edhe kur kam e vërtet një shtysë të madhe, ose një mbështetje të madhe. Po mirë, është një kompjuter aty përpara dhe ti bën... Jo, varet. Sigurisht kompjuteri sot duhet shumë dhe shumë mirë që është. Shumë keq që është për disa arsye, tjera, po ato s'më përkasin mua dhe... Arsye se për shembull dhe unë po të dua, mund të bëhem këngëtare. Sigurisht mund të bëhesh pa problem fare. Me një kompjuter? Me një kompjuter, po, me programet mund t'i downloadosh, pa lek, është çdo gjë mund ta bësh. Por funksionon varet. Unë i qëndroj besnik asajt që kam qef edhe që dua edhe çdo këngë që mund të kem bërë, çdo instrument është bërë live, çdo edhe pse shko shumë më e madhe e harxuar, edhe ndoshta produksioni në fund ka gjasa që ato që merr me kompjuter mund të jenë edhe më të mira, por prap i qëndroj shumë kësajt, sepse ato kam qenë të bëj edhe për sa kohë po e bëj këtë për hall. Dua ta bëj siç dua. Ja provon Fredi muzikën që ti bën, e dëgjon, e konsultoni bashkë? Po, jo, nuk e konsultoj me asnjëri, por që kemi individualisti të mërshëm. Jam. Sigurisht e konsultoj, e pyes si me thënë, si duket po kaq. Por që e dëgjon edhe sigurisht që e ka qef dhe mendoj që është, le të themi, i lumtur që unë jam drejtuar këtej dhe jo andi nga s'duhet, siç mosha ime të paktën ka shkuar. Edhe ai fanatik i muzikës mirë po themi. Po, shumë. Shtëpinë diskografike, si lindi ideja ta hapësh, është e jotja? Jo, ne thjesht kemi një studio që sigurisht ka nis nga babi që në vitet që këtu s'ekzistonte asgjë, flas për fundin e 80-s, edhe ai normalisht filloi duke bler vegla, gjërat, krijoi studion e vet,
u bë e madhe, mori trajt reale, le të themi, gjatë viteve, dhe unë, kur kam qenë rreth 12 vjeç, fillova të fusja edhe unë, dhe punojmë aty, ka rasti që punojmë dhe bashkë, se varet nga çfarë projekti. Regjistrojmë, orkestrojmë, bëjmë secili punë të veta, edhe aty ndodhi gjithçka ajo studi. Domethënë, nuk është se është shtëpi diskografike apo diçka e tillë, por thjesht prodhohet muzikë. Prodhohet muzikë, edhe e mirë gjithmonë. Të paktën kështu e dëgjojmë ne nga ty. Për pjesëmarrjen tënde në Voice, babi ishte dakord? Jo, unë si kam thënë asnjëriu, të thjesht dolja dhe atë e pa në televizor, unë se dija që po i jepte, dhe isha në dhomë, isha në shtëpi, apo ka qenë një spot përpara, nuk e di, dhe thjesht hapi derën e dhomës dhe më pa njerë, ti ishe, i thash, ku? Te Voice-i? Apo, nuk i kam thënë asnjëriut për aty, sepse kam shku në fakt aksidentalisht. Pse aksidentalisht? Se s'kisha plan fare, shkova me një shok që të konkuronte ai, dhe unë isha aty që ta shoqëroja me kitarë, dhe pastaj do thanë, ha se këndodhe diçka, ti ishin përpara audicioneve që u dhanë në TV. Dhe unë i rash diçka me kitarë kot, po nuk kisha me për qëllim atë punë. Më pas më orën që thanë se për të hyrë në audicione, edhe unë jo i thash se s'jam interesuar me kështu, pas e morën prapë, dhe një ditë unë isha rrugës në autostradë dhe jo po se hajde se kështu dhe kam dalu rrugës duke u kthy për shtëpi dhe kam hyrë aty këndova dhe ka qenë vërtet aksidentale, po ka qenë bukur, ka qenë bukur. Qa tha babi kur pa që ti ishe? E di pse të pyes, sepse shumë nga këta antarë që kanë qenë pjesë të paneleve, të talent show-t, po them X Factor ose Voice-it, kanë thënë që unë fëmin tim nuk do ta çoja në një kompeticion të tillë. Sigurisht, edhe unë vetë si jam dakord me atë që kam bërë, kupton, sepse duke qenë se këtë punë e kam profesion, e kam pas gjithmonë, ndërsa ai është një konkurim, le të themi argëtues më shumë, edhe pse profesional, edhe sigurisht që është në nivel të lartë, por si më thënë, aty konkuron me njerëz që nuk e kanë profesion atë punë. Edhe ti, si më thënë, nga këtu ku je, shkon në një vend tjetër që nuk, ku nuk janë njerëz që merren me atë punë. Edhe kjo ka qenë, le të themi, debati, por pasi unë kisha hyrë aty. Se kam përshtypjen që publiku të njohur nga Voice, unë për shembull për herë të parë të kam njohur nga Voice. Edhe unë veten e kam bërë për herë. Voice sigurisht ka qenë një nga, jo një, ka qenë momenti ku unë i hyra këtyre gjërave tjera, sepse deri aty, jo me grupe gjëra, po s'kisha pas asnjë lloj spunte edhe diçka, le të themi, reale për të marrë me këtë. Pastaj aty e pash që pritse. Kë zgjodhe si mentor në atë kohë? Mua në fakt, Sidriti më zgjodhi, dhe unë gjithmonë kam dashur me Sidritin për arsye se asnjëri nuk e di, po Sidriti është një metalhead. Është e vërtet, ndikur, me flokë të gjata. Më shumë se çdo njeri që njohun i asaj rryme, i asaj moshe dhe brezi. Dhe më ka pëlqyer gjithmonë se ka qenë rocker, kështu i anduar nga heavy metal dhe jo vetëm nga rocku. Edhe më ka pas pëlqyer gjithmonë dhe kam qenë kurioz më shumë se si është ai tani dhe çfarë qëndrimi kam. Dhe ai më zgjodhi dhe kam kaluar shumë mirë me Sidritin personalisht dhe vazhdoj të kem kontakt dhe marrëdhënie shumë të mira. Muzikë solla në fakt edhe me grupin tënd. Çfarë bëhet me grupin? Para një viti, pak më shumë, ndoshta para një viti, pas gjysmëfinalet Këngës Magjike vjet, u shkëputëm për arsye personale të gjithsecilit, sepse aq më tepër për mua kjo është diçka primare që nuk e kam opsionale, nuk e kam alternative që o ta bëj ose hajt se s'po e bëj sot. Unë e kam diçka të përditshme, diçka profesion dhe diçka që dua ta bëj me intensivitet dhe për arsye mos përputhje të kësaj pjese, u shkëputëm miqësisht. Po, kjo do të thotë që nuk do të shoh më asnjëherë tjetër në grup, në band. Unë jam duke punu tani me disa çuna tjerë, instrumentistë shumë të mirë. Njërë basisti e kam shok që në klasë parë. Kam një 16 vite që njihem, diçka e tjetër. Bateristi gjithashtu, shok që janë shumë i mirë dhe baterist shumë i mirë dhe i mirë njohur në të gjithë, le të themi, Shqipëri, Kosovë, kudo. Apo se themi dot? Më mirë, ta zbuloni.
Edhe po punoj me këta, edhe vllai i basistit, domethënë që është kitarist dhe kemi bërë pothuajse u bë gati një vit që ne bëjmë live me këtë grup pa emër, pa gjë, thjesht për të testuar edhe për të parë ku jemi, edhe tani kemi hyrë në studio dhe po punojmë disa materiale dhe shpresoj që brenda 2 muajve do kemi finalizuar gjithçka. Do të thënë ky është projekti jot i radhës për 2017-ën, çfarë presim tjetër nga Gjergji? Unë vitin e kaluar, përveç që më ka ndodhur çdo gjë brenda atij viti, të mira flas. Një nga gjërat që ka qenë lidhja, kontakti i pazakont dhe i rastësishëm me kitaristin e Bon Jovit. Dhe thua kështu? Gjë madhe Gjergj. Sigurisht edhe me atë luajtëm Frankfurt, ishte një panajër muzikor që luajtëm për mbylljen e pas nesh ishin pjesë nga grupi jo Motley Crue, Whitesnake, domethënë ishte koncert shumë i madh. Shumë i madh. Edhe përveç pjesës muzikore, le të themi, pata një lidhje shumë të fortë dhe vazhdojmë flas çdo ditë dhe kam domethënë shumë shok. Edhe luajtëm prapë në Sloveni në një koncert tjetër, festival të madh që më ftoi dhe që luajta me grupin e tij. Edhe shpresoj që këto kontaktet ti shfrytëzoj dhe të nxjerrim diçka, le të themi, të mirë dhe të bukur dhe ndonjë bashkëpunim me këtë. Si duket muzika sot në Shqipëri? Një pyetje që nuk do doje ti përgjigjesh, shumë sinqerisht ndoshta? Jo, fare sinqerisht. Po I përgjigjem jo sinqerisht, mirë. Preferencat që kanë ndoshta brezi I ri për muzikën. Jo, s'është puna aty, sepse nuk është halli, okay, unë s'dëgjoj hip-hop, s'dëgjoj R&B, nuk dëgjoj 1000 rrymë, apo sigurisht çdo rrymë ka muzikant shumë të mirë, këngëtar shumë të mirë. Edhe nuk është e thënë që këtu të bëhet ajo muzika që më pëlqen mua dhe 2-3 tjerëve. Po e rëndësishme është të bëhet mirë. Edhe momenti që bëhet mirë, le të jetë çfarë do lloj muzike, kur bëhet mirë është e mirë. Edhe mua pëlqen, unë dëgjoj shumë gjëra. Muzikë e mirë, për shembull, si ajo që muzikë e mirë se ajo që u transmetua te koncerti që organizuat bashkë me Kozeta Kurtin, apo jo? Për shembull. A ishte një përmbledhje e viteve 90, në kujdesin 90 deri në 2000 maksimumi, gjithë grupeve këngëtarëve që ka pas ajo, ka qenë një iniciativë e Kozetës. Po ti ishe pjesë? Le të themi më bëri pjesë me dëshirën e mirë të bashkëpunimit nga të dyja palët, edhe unë numëra me pjesën muzikore, artistike, le të themi, e organizimit grupit, këngëtarëve, këngëve, orkestrimeve. Dhe aty u sollën gjithë këngë, rreth 15-16 këngë nga fillimi pas diktaturës, si me thënë, I shpërthimit të grupeve dhe me vërtet njoha edhe unë disa këngë që s'dija që ekzistonin aty. Edhe ishte besoj diçka e bukur, interesante dhe aq më tepër për atë brez. Domethënë atyre këngëtarëve dhe grupeve vërtet meritonin një lloj tributi, siç e bëm. Në fakt, përveç se doli një koncert fantastik, njerëzit e diskutuan shumë, njerëzit folën në rrjetet sociale, ishte salla plot dhe nuk kishin më edhe unë pash mua në 7 pa 5, më thanë duhet dalim sepse në 7 ishte, edhe unë se mendova sa të mbushet. Dhe dola dhe pash njerëz për shkallë dhe okej, hajde dalim. Ishte vërtet një koncert që njerëzit siç duket e donin. Do ketë prapë të tillë? Po të pyes ty se nuk kam Kozetën. Po. Do të ketë. Do të ketë në formate të tjera, do të ketë po I njëjti që do sillet në ndoshta edhe në qytete të tjera, do të ketë siç thash në të njëjtin format, ndoshta me duetet e atyre viteve, ndoshta me gratë, le të themi, femrat këngëtare që ishin, sepse këtu ishin gjithë grupet e meshkujve dhe grupet po, e vërtet. Rock dhe hard rock që dolën ato vite. Kështu që do të ketë, besoj dhe është duke u punuar edhe për këto tjera. Kështu që Gjergjin do ta shohim në shumë skena, ashtu sikur se ka ndodhur edhe në vitet e mëparshme. Gjergj, shumë faleminderit që ishe me mua. Tani unë nuk dua që këtë kitare ta lëm pa e përdorur dhe pa I rënë njerë. Mund të më improvizosh diçka përpara se ta mbyllim? Po, në fakt unë po mendoja gjatë kohës si ti po flisje dhe nuk e di. Okej, do të bëj diçka të qetë dhe të shkurtër. Jo, nuk jam shumë të shqiptaret edhe nuk më shkojnë shumë. Më mirë këto tjerë. Okej, prit sa të gjej pozicionin. Po, ti rahatohu.
Ne kështu do ta mbyllim me qira fjala programin edhe për ditën e sotme, bashkë do të ritakohemi të shtunën orën 15, kështu që deri atëherë shijojmë pak muzikë të mirë. I love your skin, oh, so white. I love your touch, cold as ice. And I love every single tear you cry. I just love the way you're running out of life. Oh, my baby, how beautiful you are. Oh, my darling, completely turn apart. You're gone with the scene, my baby, and beautiful you are. So gone with the scene, my darling.